Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Siç po e shikoni, flokët i kam bërë si teto Olga, kam bërë make-upin edhe thash, jam shumë e motivuar sot, do t'ju marr me vete, kemi kohë pa bërë një video të tillë, dhe unë jam vetëm në shtëpi, e kam pushim dhe mendova, ça të bëj, do bëjmë gati, do lyhem, do vishem, do shkojmë të ha mëngjes, edhe pse jam vetë, ndonjëherë të marrim kohë për vete, do marr librin tim, do ulem, do pi një kafe, do ta shijoj, do lexoj librin, u sa lodhen kur flas. Do bëj edhe një get ready with me, sot se më pëlqen, look, mos i ha lulet. Dhe po ju tregoj se çfarë do vesh edhe përfundimin pastaj. Po mendoja të shkoja me këtë fustanin super të thjesht, të Zarës, po shumë i bukur dhe vjen me këto super kështu të ngrira. Dhe mendova është akoma ftohtë, nuk isha e sigurt ta vesh me një këmish apo ta vesh me një golf. Mbase do t'i provoj të dyja dhe kush më ri më mirë, do ta vesh. Pastaj do shkoj me këto çizmat ngjyrë bordo. Ku i kam bler këto? I kam bler në Temu. Nuk e di sa duken ngjyra, po është kjo ngjyra super e bukur që tani është në modë, edhe unë nuk i kam veshur më duket asnjëherë këto, kështu që sot është dita. Dhe për të bërë kombinimin, do shkoj me këtë çantën. Këtu ku është kjo ngjyra errët, janë pak a shumë e njëjta ngjyrë, dhe këtu luajm pak me ujërat. Kështu që po i vesh, po bëjmë gati, shkojmë të ha mëngjes sepse po vdes për bukë. Unë jam gati. Ja kështu duket tërveshja dhe kam vendosur këtë xhaketën jeans, sepse doja, nuk e di, të thyeja pak ngjyrën edhe të isha pak më casual. Çanta dhe jam gati. Shkojmë në qytet, marrim kohë për veten tonë. Ja qyteti. Plot i bukur me diell. Vendin e parë e gjeta që nuk ka më mëngjes, por gjeta një tjetër edhe me super pamje. Edhe në diell. Kështu që do marr këtë vezë me prodhime. Besoj që është super ok. Mëngjesi u porosit dhe në këtë moment mund të haja çdo lloj gjëje që më del para. Kështu që jam shumë e lumtur që pata durim dhe nuk shkova direkt në McDonald's të merrja diçka për të ngrënë, por googlova njërë se ku mund të ha mëngjes apo brunch afër vendodhjes ku isha. Edhe këtu e di që kam qenë me Shtefanin shumë shpesh, mirë po ka ndryshuar emrin. Më përpara e ka pasur emrin si babi i Nikos. Tani quhet ndryshe. Prandaj më shkovi mendja këtu. Shumë e bukur koha, siç e shikoni, fantastike. Doja të merrja edhe një lëng portokalli që nuk kishte, doja të merrja një çokoladë që nuk kishte. Tani do marr një macchiato që nuk e pi, po do ta provoj se mbase më shijon me mëngjesin. Shimi, unë mendova se këtu do kisha edhe pak sallatë. Mirë po, e shikoj që veza është goxha e madhe. Kam marrë macchiatoja më shijovi shumë, është pothuajse 90% qumësht dhe 10% macchiato dhe kemi edhe një gjallë. Unë po lexoja dhe me këtë super pamjen dhe haj mëngjesin. Ju bëf mirë të gjithëve që po hani tani. Sa po mbarova mëngjesin, edhe tani nuk jam më kuçetër, jam e qetë. Nuk po lëviz nga vendi se këtu jam shumë mirë dhe është diell dhe kam marrë një hije freskuse dhe
po vazhdoj të lexoj librin. Do lexoj sa faqe dhe besoj nuk do rri shumë gjatë sepse kam punë për të bërë në shtëpi dhe kam për të dalë për të bërë pak shopping. Që nuk më pëlqen fare, mirë po shijoj shumë këtë ditën sot dhe shpresoj që të kemi vërtet edhe ca ditë të tjera me diell, edhe pse mendoj që për 2 ditë do prishet moti, po ndoshta kam fat. Edhe nuk prishet. Jam vërtet një vajzë dielli, domethënë duket ndryshimi tek unë kur koha është e mirë. Qa të bësh që këtu ka shumë pa diell? Tani që hyra brenda, nuk po më bënin syt nga shumë diell jashtë. Sigur më verbova dhe duhet të rria disa minuta që ta merja njërë vetën të hapeshin këto pupilat mirë edhe të shikonja. Do rrithe shumë pak këtu të vendi ku jam, pastaj po mendoja të dilja një nga Zara me që jam këtu, si thoni jo. Tash Zara është me që kemi. Pastaj po mendoja të bleja edhe një libër, unë po lexoj serinë e librave Villains, pra të keqtë e Disney. Historinë e tyre si janë bërë të këqij. Edhe kam librin e fundit kam Das Verzau për të harë, që flet për njerëkën ose atë gruan që ka rritur Rapunzel. Edhe nuk e di kush vjen më mbrapa, pastaj do shkoj të pyes se vjet nuk kishte më libra, mbase ka dalë tani. Edhe nuk e di, shohim çfarë do bëj. Shkojmë të shikojmë librin. Më duket se libri radhës është ai me... nuk e di. Mos ja fut kot. Ta shikojmë. Shikojmë sa bukur. Të gjithë. Libri i 6 i këtyre të ligjve të Disney vjen del në maj dhe quhet Sekreti i motrave, sepse për gjithë ju që do lexoni librat, rrotullohet rreth disa 3 motrave, 4 dhe një e vogël, në të gjithë këto historirat e Disney, edhe janë të lidhura të gjitha me njëra tjetrën. Kështu që në maj do jem hafta marr librin. Tani shkojmë tek Zara, kështu që nuk bleva libër tjetër sepse dua të mbaroj njëra ato që kam nisur. Do më bëhen mas pastaj. Shkojmë tek Zara. Edhe kaq, po më pëlqen shumë, do është komplet me bluzën. Dhe pas kanë gjëra të ndryshme. Pas ka gjëra të lezetshme sot, po nuk e di nëse do gjej diçka unë. Bëra që bëra, i gjeta 3 pantallona dhe një bluzë. Kam pantallona sa të duash, por nuk është kur mjaftu shumë, kështu që le të vazhdojmë të provoj edhe të shikoj se si më ri Zara. Të bukura, të gjëra, po këto çfarë janë këto? Domethënë nuk marr vesh, ç'është kjo prerja këtu? Kaq e shëmtuar. Do i provoj dhe kafet. Po edhe këto e kanë këtë prerje. Nuk e di pse. E kam unë problemin? Duhet të rinë kështu? Se di. Mbas është defekti i trupit. Po i provoj dhe këto thjesht për siguri, pastaj kam një palë gjinse të bardha. Shojmë. Mbas e kanë ngjyrën, duken pak më mirë, po prap. Këto më pëlqekan pak më shumë. Prap. Se di. Të bukura janë për të qenë. Edhe janë në ullje. Nga 30-20. No, nuk vleva asë një gjë të Zara. Nuk më pëlqeu asgjë. Dhe është okej. Se nuk prisha lek.
Po merrit pak inat se do të doja ta kisha marrë një fustan. Nëse do ikja javës tjetër në Shqipëri, shtavesh. Mbase më mirë kështu. Tani do blej tek Rossmanni diçka që më duhet për konatën se na vjen për vizitë këtë fundjavë. Edhe më duhet disa shtresa që janë kundra urinës për në krevat, se do ju lirojmë krevatin ton edhe mos na njojmë krevatin nëse do ta gjejmë. Këtë gjënë të bebat që ja vendos dyshekut. Tani ka marrë dhe në një dyqan 1 euro të blej disa dhuratka për nipat e Shtefanit që do vinë. E akoma nuk e di çfarë ju pëlqen atyre në fakt. Çfarë është kjo? E do shikoj çfarë do ju blej. Pasi i bleva të gjitha gjërat që më duheshin, do t'ja u tregoj në shtëpi. Kam marrë dhe këtu te supermarketi të çoj këto lekët e prishura. Kështu që hajde shkojmë. Dhe mbasi do marrë dhe ndonjë gjë të vogël për të ngrënë me vete, sepse po vete ora, s'pas ka orë këtu. Po vete ora 3 dhe mua po më shkon prap mendja për të ngrënë diçka. Se mëngjesi ishte në 12. Gjithsesi, shkojmë njërë të mbarojmë këtë punën e lekëve dhe të shohim pastaj. Kura këto trëndafila, se Sara do mbjelli trëndafila, shi sa të bukur. Sa lule të bukura. Si nuk kam një kopsht, as një balkon, hiç asgjë. Është makineria. Ti hedhim lekët këtu. Okay. Right. Ja. Kjo. Perim, frut, e qita këtu të rafti frutave. Po dhe perimeve. Qa është kjo? Thot. Cila është kjo apo kjo? Violet. Po ta dini, ma thoni. Kjo thot paradiso. Shepe ëmbël. Mendoja të merja një kështu një pjepër. Se di, nuk ka shkuar mendja. Se di si janë aman. Para se ti tregoj se çfarë bleva, erdha njëri te shtëpia e Sarës. Shikoni sa të bukur e ka kopshti. Erdha te shtëpia e Sarës sepse do ndryshoj këtë lulen. Kjo është lule Krishtlindje, se keni parasysh që blihet për Krishtlindje dhe thahet ne kemi që 4 vite dhe do ta ndryshoj, do ta mbush këtu plot me dhe lulesh që të zhvillohet më shumë dhe kur të shkoj në shtëpi do t'ju tregoj pastaj se çfarë bleva. Në fakt vajta një në shtëpi. Mirë, po isha shumë e lodhur, thjesht ula në divan të merja veten, nuk e di pse, duke qenë se ka ndryshime shumë të mëdha të temperaturave dhe të kohës, një shi, një super diell. Shikoni sa mirë marrë vesh nga punët e kopshtit, sa me këmishë të bardhë do ndryshoj dhe unë. Thoni ju. Kjo është qësja që vjen në këto dyqanet e luleve, dhe unë. Nuk me ja dhe normal si që me mami, po me që e kështë Sara, po ja përdojë. Edhe këta do t'ja nxjerrim me gjithë vranjën, ne? Po. A dhe një vrimë këtu.
trego procesin. Mami im duhet ta shikoj patjetër këtë video. Dhe jetë krenare për ty. Të rinxhire të gjithën. Bravo. Se i ke të gjithë rënjën, shiko. E t'ja tregojmë rënjën. Është e gjitha rënjë. Po do t'ja heq çik. I qa një çik, vetëm mos jam atë të bëja ish rënjët gjunat shkretës. Nëse ka shumë Pjesë nga trupi. Po përtet, se po më dhem. Se ja kanë ngrënë të gjithën asaj ajo. Po për ajo s'ka në aty qa. Okej, mja se ka rënjë. Shko se i kanë ato. Tani vendosja aty, ti mos ja shtyp shumë. Qa mos i shtyp? Mos e ngjish shumë dheun. Okej. Ha mirë të. Tash kështu thot turin pa. Vendos prap këtë. Vendosja me çik se sipër është. Ndjemi një koqirë. Vajza, nuk shkon gjë e kot. E mbushim. Jo shumë, pak. Pak! Kleine. Okej. Moj Sara drejt është më? Ma drejt më duket. Ish glave, s'hajsht. Okej. Më duket se mjafton. Mjafton. E tani, mirë se erdhe në shpinën e re lule. Shpinën e re? E po në dheun e ri. Okej, më falë. Lulja. Okej. Do ta marr. Ai dhe shpitë të re. Në kuptim. E po vazoja pra. Jo shpia e re shpi. Vazoja lules. Okej. Para se të lodhem sërish, po jo tregoj pra çfarë bleva. Atëherë, shkova tek Rossmani dhe bleva këtë shtresën që vendoset krevatin në mënyrë që nëse fëmijët ju shpëton qiqi, kanë ku ta bëjnë. Pastaj, duke qenë se do vi, siç thash, dy nipat e Stefanit, njëri është 4 vjeç e gjysmë, tjetri është 4 muaj, kështu që u përpoqja t'ju merrja nga një dhuratë. Jonarit i mora këtë dhuratë sepse ky nga motor bëhet në robot edhe Jonari tema për atë janë robotat. Kurse tjetri është 4 muaj, kështu që i mora një elefant për ta kafshuar, edhe është ngjyra kështu si bojqelli, pra ngjyra e rëndë që t'ja tërheqi vëmendjen. Mora një pjepër dhe gjeta edhe një ftua tek turku, gjysmën e kam ngrënë. Çfarë mora tjetër, gjëja e fundit që bleva ishte kjo, që është për të bërë masazh kokën dhe e kam marrë për mamcet. Dhe për neve. Sepse kam përshtypjen kur t'ja bëj në kokë atyre do t'i pëlqej. Çfarë ndjenja që është. Edhe ndonjëherë kur më dhem koka këto ditë, mbase mund ta bëj këtë kështu. Dhe mora edhe lojra për Lean, se mos haroj. Lea luan vetëm me topa. Edhe mora disa topa me ngjyrë. Dhe disa topa që bëjnë në shorm, sepse Lea fluturon dhe vdes mbas këtyre. Kështu, këto vleva një për një. Tani do ju tregoj se po filloj të bëj një punim me dorë, një çantë, do t'ja u tregoj se ku e kam bler, edhe jo po kam bler, ma kam bërë dhuratë, po do ja tregoj se si bëhet. Do ta filloj sot, mbase nuk e përfundoj sot, po e përfundoj në një video tjetër. Po sistemoj një kuzhinën se nuk e keni idenë, nuk jam marrë fare me punët sot. Më ka ikur dita shumë kot, nuk e di. Okej, po pastroj dhe do ju tregoj punën e dorës. Okej, ndërkohë që pastrova pa kuzhinën, edhe roboti po pastron për mua, jashtë ju tregoja për çfarë kisha fjalën pak më parë. Atëherë, për datëlindjen, kolegja ime më kishte porositur këtë formën e çantës që quhet Canvas. Mund ta gjeni në Amazon, në AliExpress, në Temo, gjithandej. Edhe është forma e çantës dhe mjafton që ta qëndisim sipas këtyre formave dhe atyre, si të thuash, masterave që ne kemi dëshirë. Atëherë, si që shikoni, është e gjithë çanta. Pra, këto këtu është pjesa ansore, është njësoj sikur ta palosim. Kështu, dhe kjo këtu do jetë në mes.
shkret pjesa anësore. Edhe këtu do jetë kapaku. Ops! Shih roboti që po bën. Po ik bre, nuk ke vend tjetër për të fshirë. Okej, dhe kjo është e gjitha çanta. Dhe pastaj kam edhe disa aksesorë. Kam këtë ripin që t'ja vendosësh çantën për ripin e gjatë, pra sepse çanta forma siç e pat është formë pak klasike. Unë basa mund t'i bëj edhe ndonjë rip vet këtu, për ta mbajtur në dorë, do shikoj. Kam këtë zinxhiri. Pastaj kam këtu disa gjylpëra plastike që keni parasysh që mund të hyjnë edhe të dalin shumë lehtë nëpër këto në ndarjet. Këtu janë dy pjesët anësore, pra ku do kapet zinxhiri. Pastaj kemi magnetin që do vendoset njëra nga njëra anë e çantës në kapaku. Edhe pastaj mbyllet, do me thënë si do vendoset. Do vendoset, ja, t'ja u shpjegoj. Do vendoset kështu. Do vendoset kështu. Dhe pastaj mbyllen këto anët. Edhe nuk lëviz dhe nga ana tjetër vendoset pjesa tjetër e magnetit dhe që të mund të mbyllet. Pastaj nga ana sipër që mos të duket ky magneti, kam edhe këtë zbukurimin këtu, që është një dre. Dhe do vendosim po ashtu edhe këtu, të njëjtën gjë. Futet nëpër këto ndarjet edhe kthehet nga poshtë. Kështu. Gjithsesi le të filloj punën dhe kur t'ja vendosim këto aksesorët, do t'ja u tregoj të gjitha një për një. Tani peun që unë do përdor, po ashtu, më ka dhënë të gjitha ish kolegja, edhe kam të shoh që është kjo bezha këtu, do bëj një çantë tamam klasike. Kështu që le të fillojmë nga puna, t'ja gjej një ku e ka anën. Okej. Do këput një pe dysh shumë të gjatë. Dhe të kthej kamerën pak më vonë që mbase të më shikoni vetëm duart. Merrni sa të gjatë që të keni ju, mbase për të filluar. Edhe unë kur fillova në fillim i bëja jo me penj aq të gjatë që mos më ngatrohej. Ja po e marr një kaq, jo më shumë. Dhe do ta bëjmë dysh. Vasi, ky është peri. Unë do t'i numëroj njërë sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Edhe njërë 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30. Unë po e bëj që të përdor 5 kuti njerësh, 1, 2, 3, 4, 5, pra do e ndaj me 6. Do me thënë, me 5, 30 me 5 dhe do bëj 6 kolona. Tani, që të filloj, do bëjmë këtu një kotkë, mjaftueshëm të madhe, që mos të kaloj, si të thuash, kutin. Atëherë do numërojmë 5 kuti dhe do fillojmë punën dhe do vazhdojmë në drejtim të barabartë. Përpiqemi ti kemi në drejtimin e durur këto fije që të duket bukur. Kështu. Dhe pastaj do vazhdojmë. Do e futim gjelparën këtu. Nuk e di sa arrini ta shikoni.
Do me thënë, anën këte, unë po e mbaj anën e ku do jenë gjëra që do priten, që do digjen, dhe s'ka nevoj si është peri. Dhe ana këte është ajo ana e pastër. Luk, leja për perin. Dhe do vazhdojmë në të njëjtën mënyrë. Kuptoni? Ja. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë derisa të na mbaroj peri. Pak a shumë kështu do duket. Tani po më mbaron peri, kështu që do bëj një kot mbrapa dhe do marr pejë të ri. Këtë herë do ta marr më të gjatë që të më shkojnë çik më shumë. Dhe kur mbaroj këtu, do ka përcej nga këtu tek 5 rjeshtat e tjerë dhe do bëj kolonën tjetër. Kështu që pak a shumë njësoj, nuk ka asnjë gjë. Si tani do më duhet ta mbyll videon, sepse siç ju thash gjatë gjithë kësaj video, një javë, 7 ditë do kemi në shtëpi mamin e Shtefanit, motrën dhe 2 fëmijët e saj. Kështu që Stefani po vjen edhe do duhet të shkojmë bashkë për të bërë një pazar të vogël. Kështu që unë kam marrë listën këtu dhe do llogarit për shembull e premte, Freitag. Çfarë do gatuaj dhe çfarë më duhet të blej nga këto që të kem të gjitha gjërat që më duhen, po mos blej edhe më shumë se ç'duhen, se janë 7 ditë që do gatuaj për 4 persona, kështu që nuk është se do jetë një harxhim i vogël, kështu që do doja t'i blija me pika gjërat që mos marr më shumë se ç'duhet, që mos të hedh dhe mos të harxoj më shumë lekë se ç'duhet, po edhe më pak mos marr sepse do më duhen gjërat. Kështu që të premten për shembull unë do bëj byrek plus salat. Salat fshati. Byrekun e bleva se premte është nesër. Unë nesër do shkoj t'i marr ato në Köln, se vinë me tren nga Hamburgu deri në Köln dhe në Köln do t'i marr unë. Edhe nuk do kemi kohë. Ato vinë orën 4 në Köln dhe në orën 6 këtu. Që do të thotë unë nuk kam kohë të gatuaj asgjë, do fut byrekun ta ngroh ta pjek, do bëj sallatën dhe voilà, that's all. Shikoj që do bëj të shtunën dhe disa gjëra na duhen për të ngrënë mëngjesin. Dhe ja ku e bëra listën. Qa do ham të premten, të shtunën, të dielën, të hënën, të martën. Deri të martën e bëra që mos blem shumë gjëra jo të freskëta dhe për të mërkurë të njëjtë të premte, ndoshta ndonjë ditë do ham edhe jashtë, kështu që prandaj. Kështu që nuk do blej më shumë, mbase do ham ndonjë ditë jashtë, ose nëse do më duhet të gatuaj prap, shkoj dhe marr disa gjëra të freskëta. Gjërat e përgjithshme do janë patjetër fruta të ndryshme, perime të ndryshme. Unë nuk bëj dot asnjë gjë pa perime, edhe nuk jetoj dot pa fruta. Kështu që edhe pije të ndryshme pa ato i di Shtefani, sepse unë për veten time pak a shumë vetëm ujë pi. Vetëm kur dalim ndonjë kola ose ndonjë Fanta, por në shtëpi pi vetëm ujë. Kështu, kjo ishte dita ime, si isha në mëngjes, si jam tani, por kështu, shtyhet dita, prishet make-upi, prishet çdo gjë, rëndësi ka që t'jemi mirë me humorin. Tani po pres që të vi Shtefani, të më marri dhe të ikim të blejmë, të bëjmë blerjet, sepse nesër do jetë një ditë e ngarkuar. Nesër do shkoj fillimisht në konsulatën e Tunizis në Bonn, sepse kam dërguar dokumentat për një vizë, duke qenë se në mes të prillit do shkojmë në pushime në Tunizia, Tunezi. Si thonë në Shqip? Tunezi. Tunezia. Dhe më duhet patjetër që të pyes, sepse nuk më përgjigje në telefon. Dhe pasi të mbaroj punë në konsulat, do shkoj direkt në stacionin e trenit të marr familjen e Shtefanit. Dhe sapo të vi, kam për të bërë shpesh diçka për të ngrënë dhe pastaj do flej gjumë. Po nesër do jetë një ditë goxha e ngarkuar dhe unë kam marr pushim në mënyrë që të kem kohë të shkoj t'i marr pas streset e punës. Kështu, kjo është dita ime.
Shpresoj që ju ka marrë pak me vete dhe keni jetuar pak me ditën time sot. E shfrytëzova aq sa pata mundësi. Kjo ishte dita. Ju pu dhe ju lë takim në videon tjetër. Ciao!